Situata është akoma dhe më alarmante se sa në Big Brother. Pse? Statistikat tregojnë që adoleshentët janë ndjekësit më të shumët të gjithë këtyre në thonjza VIP që janë në TikTok, që promovojnë sharjet, që promovojnë bullizim, që promovojnë dhunë fizike, dhunë psikologjike, dhe po të shikosh me mijëra dhe qindra adoleshent që janë të moshës 13 vjeç. Pra, ata ushqehen, truri tyre, identiteti tyre, është duke u dëmtuar. Se mami dhe babi ti shojnë Big Brotherin me të, do ushqehet. Po pikërisht pra janë këto provokimet që ne... Jo, nuk e kuptoj se bën përshtypje fakti që këta njerëz janë paditur dhe ignorantë. Mami dhe babi se janë gjithë në shtëpi dhe s'ka kontrol. Po ne kemi pushtetarët që kemi më të mirë. Ata për fushën e tyre din shumë mirë, nëse pushteti Big Brother i madhësh, është një Big Brother i madh. Shiko ç'a ndodhi se vim që ta tregoj. Në Itali, në 2019-ën, në një institucion të ngjashëm, nuk dinin ato se kush ishte Dante, se kishin dëgjuar Danten kur. Pra ata që ishin brenda. Dhe ç'a ndodhi? Që në ai moment vun ligj ata, vun një rregullore që tha, do t'i bëjmë një testim. Edhe në Francë, kur shkon në Francë, ti e di, në Francë, kur del në televizor, të bën një testim. Nuk të nxjerr njëri kështu në televizor, kështu si kërpull. Vetëm se ka një moment. Ka një kleç. Edhe këngët që kemi, për të pak në ishim tek moshat e adoleshentë. Adoleshentët unë kam i djalë 12 vjeç. Më ruan mua që të mos jem dhe këngët e tij që dëgjon kush janë? Janë katastrofike. Promovojnë dhunë, armë, prostitucion, dhe tekste të të mërshme. Rep ato Atëre, nuk është vetëm... Kur thua që jashtë kuptuan që duhet bërë një test, është sepse shoqëria dhe... E ke reaguan. Përveç asaj, intelekti mesatar i shoqërisë italiane nuk mund të krahasohet me intelektin mesatar të shoqërisë shqiptare. Njëkohësisht ajo franceze, ajo spanjole, jo. Pra, kjo është edhe këta i kanë po flasim si shumë për pjesën negative, më fal, më flasim çik për pjesën pozitive. Pse mos promovojmë ne artin, promovojmë poezinë. Jo, ja një sekondë. Zotë të ta pres në zhargon akademik, apo të ta pres në zhargon akademik apo në zhargon mësor. Nuk i ruhet vëlla kaq. Kanë nxjerr. Jo, kjo është shpreha tamam. Kanë nxjerr. Ma falni që nëse më të kujt mundi vi keq, po është kjo shpreha që përdorin fëmijët tuaj dhe thon për ditë poshtë pallatit. Kështu që a mund të them nuk do t'ja dim vëlla. Nuk ka artista në Facebook një gjë shumë me mend, me kulturë, me mesazh, asnjë klikim. Shkruaj një budalli, ti merr. Po se të kujtohet atëre kur u bë konkursi që doli Luan Rama, atëre miku jon i nderuar që doli që ishte një konkurs, e ndiqte gjithë Shqipëria. Gjithë Shqipëria e mbylli mbas dite shikonte konkursin. Po edhe ka pasur edhe të tjera, ka qenë ato me muzike, me kështu edhe Iva Mula ka bërë aktivitet edhe ka konkursere. Për një shtet, ne jemi pra faji është juaj, ka 28. Ju dietarët jeni strukur dhe keni lënë ignorantët. Të lutem. Kjo është, jo të lutem. Më dole në temë. Shiko, ka një fjali të Twainit që është spektakolare. Nëse ti do vihesh përballë me ignorantin, me kujdes se do të rreqi nivelin e vet dhe je i humbur. Absolutisht. Dhe ç'a bëni ju jeni strukur, e kanë dëgjuar edhe një herë tjetër në një bisedë tavoline që intelektualët, madje kemi diskutuar dhe me studentë. Një intelektual mund të përpiqet të ndezi një shkëndi. Dhe ndezi brenda një aule, brenda një teatri, kudo që tjetë. Dhe janë ata 50 veta në euforinë emocionale, ku të këta të 50 shikojnë me njëri tjetër dhe thonë, me të vërtet ke shumë të drejtë. Me të dalur se cili vjen ke hallet e veta dhe ai entuziazëm është i harruar. Po kjo ndodh në shoqërisë e jona. Po ne për tonë, po ja pra ne vjen. Jona s'ka, po. Pikërisht. Ne jemi këtu. Po nivele të ditura të mençura, pse nuk pranojnë brenda këtyre? Ti babulli. Unë nuk anatemoj që është e lotshme. Pse atëre, jo një sekondë tani.